Aktiviteti i radhës i Federatës Shqiptare të Kickboksit u ndal në Gjirokastër. Sportistë amator të këtij sporti u ndeshën sipas moshave, duke nisur që nga fëmijët e deri tek ata mbi 18 vjeç. Kam 3 vite që merrem me boks dhe kam 4 muaj që merrem me kickboks. Me shqyllim ka? Kam ardhur që të bëhem një kampion i arshëm. Po mirë, ke marrë pjesë në evente të tilla? Po, kam marrë 2 herë. Kam marrë 1 herë në Vlorë dhe 1 herë këtu. Sa kohë ke që merresh me kickboks? 3 vite. Dhe mendon se do ta vazhdosh? Po. Stërvitesh rregullisht? Po. 3 vite bëj shumë gjëra në javë. Boksa shenë në mbrojtje. Jam praktikuar për këtë ditë. Ky është kampionati im i parë, jam shumë i lumtur dhe po pres përmbledhjen time. Dua të shoh dhe të shokëve të mi, sepse jam shumë i lumtur dhe për këta që kanë ardhur këtu. Alban Alikaj, presidenti i Federatës Shqiptare të Kickboksit, shpreh i kënaqur nga pjesëmarrja duke vlerësuar edhe praninë e femrave. Kemi pjesëmarrje nga gjithë Shqipëria, madje kemi dhe klube nga Greqia, kemi klube nga Maqedonia, kemi klube nga Kosova. Ka arritur pjesëmarrja diku te 100-120 sportistë të grup moshave të ndryshme, fëmijë pjesa më e madhe, por gjithashtu edhe të rritur mbi 18 vjeç, plus Federata Shqiptare e Kickboksit ka thyer një tabu që kemi pjesëmarrje shumë të vajzave. Deri tani jemi në një situatë shumë të mirë, që shkoni pallati i sportit është pothuajse i mbushur dhe shpresojmë të vejë sa më mirë deri në fund dhe të fitojnë më të mirët ata që meritojnë. Gjirokastra u përfaqësua në këtë garë për kupën me 16 sportistë. Ky është një kampionat bar kombëtar, domethënë është mix, nuk e dim se me këtë do na bjeri ndeshje. Ndeshjet Gjirokastra, Vlora, Berati, Durrësi, Fi. Sa kemi pjesëmarrë? Neve si ekipi Gjirokastrës, luftari kemi 16 sportistë. Të çmoshave? Nga 4 vjeç deri në 27 vjeç. Vajza kemi? Vajza sot, jo, nuk kam asnjë pjesëmarrje. Ky aktivitet sportiv u mbështet nga Bashkia e Gjirokastrës, e cila vitet e fundit po i jep një rëndësi të veçantë organizimit të aktiviteteve të këtij lloji.